Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Vendi është tronditur nga një ngjarje mjaft e rëndë ku një biznesmen italian 44 vjeçar është vrarë me armë zjarri në Tepelen ku kishte dalë për gjah së bashku me ortakun e tij. Por çfarë po fshihet pas kësaj ngjarje teksa policia ka lënë të lirë njerëzit e pranishëm në këtë ngjarje, ndërsa dyshohet se një person i jashtëm ka qelluar në drejtim të italianit teksa ai kishte dalë për gjah në Tepelen. Për të folur më shumë për këtë çështje se çfarë po ndodh me krimin në vend, por edhe nisur nga raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi krimin e organizuar në Shqipëri, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Ndue Pietra. Zoti Pietra, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Pietra, një ngjarje mjaft e rëndë është shënuar në Tepelen ku ka mbetur i vrarë një biznesmen italian 44 vjeçar i cili operonte për 20 vitesh në Shqipëri si biznesmen. Çfarë po ndodh me krimin në vend dhe ju nga optika juaj pra si avokat, si e lexoni këtë ngjarje? Me thonë drejtën, është një krim i rëndë, as më tepër që kemi me ortak të huaj, si thonë, por ajo që është më rëndësishme që nëse don të zbardhet kjo ngjarje, është krejtësisht e mundshme për të zbardhur. Bëhet fjalë që në Shqipëri sot, pra oficerat e policisë gjyqësore janë shumë të aftë, janë kaq të aftë sa ata pra për dim të fshehin edhe krimin. Pra, kjo tregon që ti nuk mund të jesh i aftë në një anë, por duhet të jesh i aftë në të dyja anët. Pra, ta dish mirë, ta analizosh krimin dhe ta fshesh atë është artën vete. Ndërsa për rastin konkret që pretendohet, si thonë, që kjo ngjarje ka protagonist ortakrin ose dikën aty të fshatit, për mua nga gjitha ato që janë të dhënuna deri tani, informacionet e mbledhura, për mua është një gabim, pra vrasje nga pakujdesia. Për mua. Pse e them këtë? Sepse një biznesmen ka vite që është në Shqipëri. Dhe nuk ishin nevojë që ta vrashin në orën 12 natës në një vend që s'ka si vlerë. Por informacione dhe dëshmitë e dhëna nga punojësit ose nga personat që kanë dijeni për ngjarjen janë përveç kontradiktore, ka dhe një problem tjetër që nuk zbardhin të vërtetën, pra fshehin diçka që nuk e lën të zbardhet e vërteta. Të thuash që dikush na doli para dhe gjujti me breshni dhe nuk ka kap asnjë plumb në makinë, nuk ka shtyer as i xham, pra bie poshtë ky pretendim. Të gjuash nga makina në makinë, pra përsëri do të kishe thyr xhamat ose do të kishe gjujt, do të kishte kap në një plumb edhe shoferit. Tani shohim një pjesë tjetër që pretendohet që ka dalë jashtë. Ka dalë jashtë dhe e kanë godit, e kanë vrarë. Dhe tregohet që është tërhequr zvarr për ta larguar në anën e rrugës. Pra, të gjitha këto veprime nuk bëhen nga persona të tjerë përveç atyre që janë bashkë. Dhe ata duhet të tregojnë të vërtetën, sepse unë menoj që kjo është një fatkesi që u ka ndodhur. Por jo se a ka qenë me qëllim ose me dashje, sepse nuk të çon asnjë logjik që të arrish në një konkluzion që vrasjen të bëhet një vrasje kësaj forme për të fshehur diçka. Nuk ekziston. Në lidhur me shumë arsye të tjera, pra që të i mesin të zbardhet policisë, sepse nuk dihet, nuk i jepet e qartë a kanë qenë duke shku në shtëpi apo duke dalë nga shtëpia. Aty thuhet që është një vend për gjuhëtip, një zonë. Çfarë do dëgjosh në orën 12 natës? Se aty thonë do dëgjosh shpend. Pra, edhe ky version bjen poshtë. Nuk është version që mund të jetë i bindshëm për policinë. Dhe unë i rri gjithmonë asaj që
Kjo çështja është, pra, kjo vrasje që ka ndodhur për mua është aksidentale nga pakujdesia, sepse siç duket do të kenë pinë një gotë dhe kanë hyrë makinë me shku me gjujt. Mirë po ka ndodhur dhe nuk e japin të saktë këtë që ka ndodhur. Se nuk mundet, pra, e ka pa mundur që të arrish të thush ne dolim para se ne vranë ose ne gjujtën. Kjo është improvizim i dëshmitarëve okulare. Ndërkohë, ortaku i tij së bashku me djemt janë lënë të lirë nga policia pas marrjes së dëshmisë tyre për shkak të mungesës së provave. Ju e përmendët deri diku, po çfarë po fshihet në këtë rast dhe pse policia nuk ka dhënë deri tani një sqarim të plotë të rrethanave të ngjarjes? Tani ne nga ato informacione, pra që themi gjithmonë që në çdo hetim, në çdo vrasje, në çdo punë pist, fshehje, pastrim parash ndërhyn politika, edhe ky rast për mua është një nga rastet që ka ndërhyrë politika në këtë çështje. Për të krijuar pra këto veprime, për t'i parandaluar edhe mundësinë e hetimit. Por jo, se nuk e din edhe oficerat e policisë gjyqësore se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Ata e din shumë mirë. Por tani mungesë prova shka aty, po i je dëshmitar okular që ta zhvra shoku. Ti duhet japsh një informacion dhe atëherë kur ka mos përputhje, pra deklarimesh, automatikisht që njëri prej tyre po gënjen policinë. Dhe këtu jemi ose tek fshehja e krimit e provave, ose tek deklarimi i rrën para oficerëve policisë gjyqësore. Pra persona nuk duhet ishin e lëshu dhe lanë të lirë, vetëm për arsye se në qoftë se ata janë lanë të lirë me qëllim që policia të mbledhin prova të tjera bindëse nëpërmjet përgjimeve ambientale ose përgjimeve të tjera që policia mund të ketë marrë masat e veta. Sipas dinamikës së ngjarjes, mësohet se një person ka qelluar nga jashtë, pra në drejtim të grupit nga poshtë lart dhe në këtë rast ka mbetur i vdekur biznesmeni italian. Në optikën tuaj dhe gjithë nga ajo analizë që mund të keni bërë deri tani, si mendoni kjo ngjarje ka qenë e mirë planifikuar, duke qenë se ka ndodhur në mesnatë apo ka qenë aksidentale? Vetëm aksidentale e ke dhe për mu personi mund t'jetë vranë makinë. Personi mund t'a ketë vrarë shoku i vet në makinë, sepse nuk të çon asnjë pistë tek ato që thuhen probleme, konflikte mes palëve. Nuk rezulton të jetë, sepse edhe mënyra e goditjes nga poshtë lart, pra do thotë që nuk ka pas një përleqje që ky biznesmen italian të jetë lëshu kundër dikujt që e ka dhënë në vete. Pra, bie poshtë edhe kjo pistë. Dhe unë menoj dhe i baj thirrje edhe atyne që je kanë qenë prezent, që të tregojnë të vërtetën, që mos të lanë aludime dhe mos të marrin qafe dhe veten edhe oficerat e policisë gjyqësore, edhe prokurorët e tjerë në radhë. Sepse nuk ka asnjë pistë tjetër përveç kësaj nga pakujdesia. Zoti Pietra, të kalojmë në një rast tjetër, ose më saktë në një çështje tjetër, sa i përket një investigimi të mediave italiane sipas të cilave një grup kriminal në Amerikën e Jugut është kapur në përgjim me përfaqësues të qeverisë shqiptare, duke bërë atje pazaret e pastrimit parave në sektorin e ndërtimit, pra sektorin e ndërtimit në Tiranë, pra se si mund të ndërtohet në Tiranë dhe të pastrohen paratë e krimit dhe trafikut drogës. Ju besoj e keni parë këtë ngjarje këto ditë dhe çfarë do thotë kjo për vetë qeverinë e kryeministrit Edi Rama dhe çfarë tregon nga ana tjetër lidhjet mes politikës dhe krimit organizuar? Që jemi para krimit organizuar politik, këtu jemi. Këtu jemi para asaj që çfarë ka ndodhur në Shqipëri nuk ka ndodhur në asnjë vend në botë. Të ndërtohen kulla në mes qytetit Tiranës, të mos shiten, se ka dhe një mënyrë tjetër, që ti nuk po i shet, sepse nuk është askush që mund t'i blejnë. Dhe këta është një rrezik i madh që këto ndërtime
në mes të Tiranës mund t'i blejnë organizata kriminale të lidhur me këta persona. Dhe ata mund t'jenë shumë të rrezikshëm ma vonë për shtetasit shqiptar dhe për Shqipërinë. Mund t'jetë që do të përbëjnë një rrezik fatal, qoftë edhe për të huajit që jetojnë në Shqipëri këto veprime. Sepse këto ndërtime me këto vlera që pretendohen që të shiten, pra janë vlera marramense. Tani unë para ca ditë që kam thënë që shteti shqiptar duhet të bëjë një statistik lidhur me ndërtimet dhe pallatet të cilat nuk shiten dhe nuk po i blen njeri. Atëherë këto pallate, pavarësisht se ato i kanë, unë i kisha thënë dhe kisha nxjerrë një menim timin si shoqata avokat dhe antikorrupsion, të tatohen këto, pavarësisht se nuk janë dhënë me qira. Të merret një tatim dhe tatimi të merret me bazën e asaj vlere që ata do me i shit. Dhe në këto momente do kishim një përplasje, nëse vullneti politik ekziston për ta zbardhur këtë ngjarje ose këto krime, duhet bërë me njëherë dhe pa diskutim që do të bien pre e këtyre veprimeve vetëm politikanë dhe kriminalët shqiptarë, që janë të lidhur me ta. Sa e rrezikon vetë Edi Ramën kjo ngjarje e cila pavarësisht se i përket vitit 2019 tregon dhe mënyrën dhe skema se si funksionon krimi në bashkëpunim me politikën? Po tani kryeministri gjithmonë është që i lanë duar nëpërmjet vendimeve të qeverisë. Dhe ka pas në rast tek tuk në Shqipëri ku ligji pra percepton jashtë logjikës ligjore. Pra qeveria është institucion i cili me vendimet e saj nuk mundet t'i hetoj askush. Sepse vendimarrja e qeverisë përsupozon që nuk mund të hetohet dhe nëse vehet dorë mbi të, atëherë duhet me ra kushtetuta, duhet me ra drejtësia, atëherë jetojmë kot në një vend si që është vendi jo. Nërsa Edi Rama ka zullume të tjera sa dush, po donë me i hetu. Nuk është problemi thjesht i kësaj, problemi ka sa dush, sepse ne dim shumë mirë se çfarë ndodh me trafikimet, me kontrabandën, me tendrat që jepen për të ndihmu pra institucione ose personat të veçantë, pra janë bërë me miliona euro investime për të rregullu ose sistemu interesat e biznesmenve. Por këta biznesmen automatikisht pra del në pas që janë të lidhur me kryeministrin ose me politikën shqiptare. Pra çka do thotë që qeveria jep lek me vendim qeverie për të kryer një veprim, për të bërë një investim, po ky investim është me vendim qeverie dhe nuk mund të marrë përgjegjësi kryeministri as qeveria. Dhe në këtë rast, pra duhet hetu dhe unë kam thënë gjithmonë që jepi, se kështu ka funksionuar në gjithë botë, jepi tenderin, le ta fitojnë tendrin me korrupsionin, le ta fitojnë, s'ka rëndësi, të bëhet rruga, të bëhet institucioni, të bëhet në këto ndërtime, por ama ma vonë hetoj, merrja këto para dhe jepja shtetit. Se e ke mundësinë, se nëse pas mundësinë nuk e them. Por gjitha këto veprime, le t'jenë palishme, ne kemi vujt 2 vjet me Astirin, po çfarë problemi kishte 40 milion kilometri, po sa do në 80 milion. Por hetoje mrapa dhe merrja parat, para ma për qytetar dhe për shtetin tonë, të bëhet ajo rrugë, jo të presim politikën që të bëjnë kundërshtimet, që politika të lozin rolin, pra opozita të lozin rolin për ta shtërngu sa më shumë pozitën për t'i marrë lek. Se ne e dim, këto janë gjëna të dukshme dhe gjëna që nuk mund t'i fshehin asnjëri. Pra, sa më i madh jetë presioni i opozitës, është më shumë lek marrin personat e opozitës për këtë që po bëjnë. Pra, kështu ka funksionuar dhe kështu funksionon deri më sot. Nëse don që t'jemi në një shtet që të luftojnë korrupsionin, do filloj nga parlamentarët. Askund tjetër. Janë krejt të tjerët janë zero. Pra nuk doli kush, edhe kryeministrit i kemi thënë, i kemi bën një shkresë zyrtare.
krijon një task force vetëm për politikanë, o zotëri. Nuk mos u merr me qytetarët, mos u merr me biznesmen. Vetëm bën një task force vetëm për politikanë, për krimet e tyre, lidhjet e tyre me politikën, lidhjet e tyre me lekt, ku i kanë çu. Po në Shqipëri është e çuditshme, no. Mund të ketë miliarda euro në shtëpiat e politikanëve. Mund të ketë futur në dhënë, bodrume, smerret xhave shtu, o zotëri. Dhe lëvizin parja, lëvizin dorë dhe rrof pastrimi i parave, pastaj që thonë që është një institucion i pastrimit parave. E këtë kapin e pastrimi e parave, kemi një rast që pastrimi i parave, një familje prej 5 personash jetonte në Belgjik, dhe kishte arrit me ble mas 25 vitesh 2 shtëpia të vogla gasoniere në Durrës, dhe pastrimi i parave po heton 120.000 euro si ka fitu kë, dhe duhet t'ja japin prova se si ka arrit me i ble 2 shtëpia, 5 vet, pra 5 familjar, që i kanë jetu 30 vite në Belgjik. Ma shturp i botës. Pra, po kështu jenë, kështu funksionon në Shqipëri dhe kështu kemi ngel. Zoti Pietra, në një raport të fundit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, shpjegohet edhe klima investimeve në Shqipëri sa i përket investitorëve të huaj që duan të investojnë në Shqipëri, dhe tregohet se sa të vështirë e kanë ata për të bërë biznes në Shqipëri përballë ekonomisë informale, krimit, pastrimit parave. E ndodhur në këtë gjendje, çfarë do të duhet bëj qeveria shqiptare në këtë rast për të, po themi, të ofruar një klimë më të mirë investitorëve të huaj, apo siç ka ndodhur zakonisht që i kanë marrë edhe me dru biznesmenët e huaj dhe i kanë përzon jashtë? Shumë e saktë kjo, po duhet të them vetëm një gjë, që edhe ata biznesmen që vinë në Shqipëri, nëse lidhen me një studio avokatie ose me një shqiptar këtu, i thonë jo, unë duhet të më takosh me filan politikan. Të gjitha të informacione i kanë skemat e veta dhe kanë shtru terrenin. Në vend ata që të marrin një informacion në bazë ligjit, nëpërmjet studiove ligjore, thot duhet që të takohem me filan politikan. Duhet të me krijosh mundësinë, dhe që në këtë moment, pra, fillon korrupsioni. Dhe asnjë punë në Shqipëri dhe asnjë huj nuk mund bajnë investim, nëse nuk arrin me bë korrupsion, me i dhanë lek, qoftë atij ose deri te kryeministri. Gjatë ditëve të fundit e ngarkuara me punë e ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn ka vizituar ministrin e ri të drejtësisë dhe ministren e brendshme, të cilëve u ka kërkuar luftën ndaj trafikut drogës, krimit organizuar, apo dhe grupeve terroriste që mund të gjenden në Shqipëri apo mund të operojnë në një moment caktuar. A mendoni se këto mesazhe që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes të ngarkuarës me punë janë edhe një mesazh ndaj kryeministrit Edi Rama, nisur edhe nga ajo që përmendëm pak më parë sa i përket lidhjeve të tij të mundshme me krimin organizuar? Që këtu, që në momentin që ambasadori amerikan ose ambasadori i çdo shteti në Shqipëri shkon për të takuar ministri i drejtësisë ose ministri i brendshëm, pra që këtu ka fillu korrupsionin politik, sepse nuk është ministri i brendshëm që heton, nuk është ministri i drejtësisë që heton korrupsionin, janë institucione të tjera të pavarura. Pra është Spaku, është prokuroria, janë institucione të tjera dhe ky është një mentalitet i gabuar për mua, gjithmonë them, nuk them për Amerikën. Por pse duhet shkojnë tek ai pra? Duhet shkojnë te politikani për të luftuar politikanin. Jo, nuk ta bëjnë ata. Ja ka kërkuar edhe Spakut në fakt. Po ja ka kërkuar, po s'ka lidhje fare që të shkojnë atje. Atje mund të shkojnë vetëm për të ushtru kontrolle, për të majtë në mbikëqyrje situatën, por nuk janë institucionet e Ministrisë Drejtësisë që japin drejtësi. Janë vetëm gjykatat, prokurorit dhe policia që japin që mundohen me kënd ose me luftu krimin. Nuk i lufton ministri, asnjëri nga ministrat.
dhe nuk kanë asnjë rol, vetëm rol me ndërhyrje shoqërore ose miqësore ose për t'i thënë atij që më ka thënë kryeministri që këtë liroje, këtë mos e maj, këtë nxjerrë për jashtë, këtë futem mren. Zoti Pietra, si e shpjegoni mungesën e kryeministrit Edi Rama në asamblen e OKB-s? A ka një sinjal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ai nuk është i dëshirueshëm atje? Jo, nuk, ajo është një situatë shumë e ndërlikume dhe unë jam pak skeptik edhe tek Amerika, sepse nuk shoh që ka bërë diçka konkrete, përveç se ka dhënë para SPAK-ut ose institucioneve shqiptare për të hetuar çështjen, por gjë konkrete që ajo ka dhënë ninin në zbulimin e diçaje nuk kemi asnjë. Dhe duhet të them vetëm edhe një gjë që sa më shumë ngatrohen politika jashtme me politikën shqiptare, aq më keq është. Dhe në Shqipëri tani ne po vuajmë shumë nga gjyqësori, sepse janë shumë të ri dhe nuk e kuptojnë rolin e tyre. Pra, përveç të gjithave çfarë ekziston, gjyqtari dhe prokurori kanë një bindje të brendshme të veten. Këta gjyqtarë nuk mund ta arrin në atë moment, sepse janë shumë të ri. Dhe është rasti italiani tjetër në Fier, i cili është i arrestuar në alum, një pedagog, një profesor. Dhe çfarë do thotë kjo që paaftësia e personave nuk arrin që ta kuptojnë se çfarë në të vërtetë dhe thotë unë do të maj mend thotë derisa ata arrin konkluzionin mbi bazën e aktit të ekspertimit. Po kjo nuk do thotë që ky pedagog që i ka dhënë shumë shtetit vet ose edhe Shqipërisë të rrimën për këto arsye sepse ka ndodhur një aksident automobilistik. Aksidenti mund të ndodhi ne gjithkujt, por nuk do thotë që të arrijmë në këto kasi. Duhet ta kuptojnë mirë që veprat penale deri në 5 vjet burgim nuk duhet maj personin burg. Dhe një ndër ato të kodit penal është kjo. Dhe unë tham që përveç asaj, edhe ky burgim i përjetshëm që thuhet, po ka bën 30 sa vjet. Por ama duhet se s'ban të futet në Shqipëri edhe dënimi me ekzekutim. Për gjithë ata që vrasin dhe vërtetohet vrasja, nuk ke nevojë të japësh burgim përjetshëm, vraje më mirë duke. Sepse vetëm kështu do të arrijmë në një konkluzion që ai që vret duhet vrarë. Por nuk duhet vrarë nga dora e kundërshtarit, por duhet ta vret nga shteti. Nëse nuk arrihet kjo, ne kemi të humbur gjithë situatën dhe në rrok kode penale, në rrok kushtetuta, çfarë dush, nëse nuk arrim që në dënime deri në 5 vjet mos të hin kush në burg, po të vehen në xhol. Dhe pjesa tjetër është që burgimi i përjetshëm duhet që të ketë një kufi, se jeta e tij është 30 vjeç, edhe 35, 65 vjeç, çfarë do bëjnë më ai? Zoti Pietra, të mbetemi pak sërish te Edi Rama. A i trembet Edi Rama rihapje së çështjes së Charles McGonigal në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe a i druhet ai një hapje nga ana e SPAK-ut të kësaj çështje, duke qenë se Altin Dumani vizitoi dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës së fundmi ku takoi zyrtar të lartë të drejtësisë atje? Unë them vetëm një gjë. Nëse Amerika e don që të vend drejtësi, prova e saj është arrestimi i kryeministit Shqipërisë. Nëse don që të ketë një drejtësi në Shqipëri, çfarë ka bërë ky nuk ekziston në asnjë vend të botës, asnjë kryeministër tjetër, se çfarë ka bërë ky gjithë këto vite vetëm duke pasuruar 12 biznesmen shqiptarë. Duke mbledh lekun e gjithë Shqipërisë dhe të Europës, lekun e pist. Dhe ne dim shumë mirë sepse në dogana kanë hyrë makina me lek në Shqipëri dhe kanë hyrë vetëm në dijenin e tij ose të politikanëve të tij. Pra, nëse nuk arrin Amerika që t'i vend prangat kryeministit i Shqipërisë, ne vazhdojmë kot. A ka një lëvizje amerikane që shkon paralel me lëvizjet e SPAK-ut për të goditur zyrtarët e lartë të qeverisë, por edhe politikanë tjerë të korruptuar, qofshin ata dhe në radhët e opozitës?
Po tani ka, po duhet të vetëm i gjallë. Pse do e lenin këtë punë deri në fund të mandatit të prokurorit Spagut? Sepse kështu funksionon. Pra tregon një mos respekt ndaj drejtësisë. Qoftë Amerika, qoftë Europa, qoftë çdo person. Ti i ke lanë 3 muaj para se të dorëzojnë mandatin, kryeprokurori po themi një Spagut, të bëjnë këto veprime. A do t'i bëjnë? Jo, s'ka për t'i bëjnë. Nuk ka për t'i bërë. Dhe nuk mundet që ta zgjedhin, pra, edhe nëse ja kanë premtuar rizgjedhjen e tij, nuk ka mundësi që të rizgjedhet në këtë post. Po si mendoni, kush mund të jetë ai emër që mund të marrë sërish drejtimin e Spakut midis atyre emrave që ju keni parë deri tani? Po tani unë nuk kam se kam në luhatje, unë di me thonë, ata që mund të banin, ata i hoqi vetingo. Ata që mund të banin Spakun. Ata që nuk pranuan të binden kryeministrit ose askujt, i larguan nga. Dhe ata janë gjithë veriorët, që të them shqip, pra largimi i veriorëve ishte lufta kundër drejtësisë. Nëse do kishim një drejtësi, do kishim prokurorat e veriut që i shkarkun me ceremoni. Pra u shkarkun nga grupet e bandave dhe përsëri nuk arritën që ta kuptojnë dhe t'i rikthejnë ose gjejnë një mekanizëm që ata t'jenë pranishëm në drejtësinë shqiptare. Ishin shumë të nershëm dhe nuk u përkuleshin para asnjë personi. Nisur nga ajo që ju keni parë deri më sot dhe nga veprimet politike apo dhe juridike të kryeministrit Edi Rama në këto vite të qeverisjes së tij, si mendoni, ka gjasa që ai të shpallet non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës pasi t'i përfundoi mandati si kryeministër? Aty mund ta shpallin non grata edhe si kryeministër se nuk e pengon gjë, por ama nuk kanë për ta shpallur. Pra, këtu jemi para interesave mes palëve. Dhe derisa je në mes interesave të palëve, është e pamundur të shpallet non grata. Ai ose duhet vendor të arrestojnë me prova të sakta, ose për ta shpallur non grata nuk e shpallin dot. Nuk e shpallin sepse për ta shpallur duhet kesh prova. Po të marrësh prova duhet me arrestu. Dhe kjo është momenti që je në mes të arrestimit dhe shpalljes non grata. Pra nuk shpallesh dot non grata, po nuk ke provat. Nëse do shkosh te provat për t'ia vënë, por duhet arrestu. Kjo është kuptimi. Zoti Pietra, të ndalemi pak tek rasti Erion Veliajt. Si mendoni, çfarë do ndodh me të pas shkarkimit të tij tashmë nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe a ka gjasa më që Erion Veliaj të rikthehet në politikë dhe a mund të lirohet ai nga burgu? Tani në qoftë se do ndodhin edhe këto, atëherë jo më ne qytetarë shqiptarë, po edhe ata të huaj që kanë ardhur në Shqipëri duhet me ikë nga Shqipëria. Nuk ka sens, sepse jemi para këtyre veprimeve që ne e dim shumë mirë se çfarë ka bërë Erion Velia edhe ministrat e tjerë. Tani, nëse del Erion Velia nga burgu, nëse do ta kemi përsëri Erion Velin në politikë, është nonsens, është e pa logjikshme. Atëherë, pavarësisht se ajo politika nuk ka logjik, por ama kjo nuk hahet, nuk shkon. Pra, në momentin që do zgjidhet, dhe unë mendoj që në këto momente që jemi, unë jam shumë skeptik tek fitimi i Tiranës me PS në të majtën. Për mu, duhet fitojnë pra kryetari i Bashkisë së djathtë në Tiranë. Sepse kjo është një lëvizje, një mundësi lëvizje, dhe jo pa qëllim me thënë këtë se edhe vetë kryeministri ka për të gjetë një figurë të cilën duhet t'ia japin mundësinë të djallëve që të jenë të pranishëm në institucionet shqiptare, jo vetëm e majta. Dhe do fillojnë nga Bashkia e Tiranës, për mu.
A mendoni se Erion Veliaj mund të denoncojë aferat korruptive të kryeministit Edi Rama, përmendim këtu rastin e inceneratorëve? Ai mund të përmenin çfarë të don, por nuk mund të përmenin asgjë nga ato që janë përmend. Dhe ajo që është e dukshme. Ne e dim 100% se çfarë ka ndodhur, e din çdo qytetar shqiptar dhe e s'ka çfarë thot tjetër. E vetmja gjë mund thonë ai nëse e din se ku janë lekët që janë vjedhur. Dhe ku janë lekët janë përzime me te. Dhe ai thot mund shkojmë tek banka që ka çu lekë, po i ka çu edhe ky. Dhe do humin edhe lekët e vet ai nëse do fillojnë të flasin lidhur me lëvizjen e pareve ku janë. Zoti Pietra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.